Profesor, origjina e Plisit ka sjellë gjithnjë debat. Çfarë duhet bërë për të provuar se Plisi ka identitet shqiptar? Pra, studimet janë të pakta, unë jam inxhinier gjeolog. Edhe kam një shaka unë që kur historianët lënë mangësira, unë aftësinë e kam, studimet i bëj, leximet i bëj, faktet i blet, po edhe më vinë. Edhe më vinë nga muzeet e botës, nga fati që shqiptarët janë shpërndarë shumë dhe e di që merren me këto gjëra. Dhe unë po ja kushtoj jetës time krahas nxjerrjes së bukës gojës me një studim gjeologjik apo mjedisor, me të drejtën, po kjo s'ka rëndësi, po ja kushtoj jetës time mbledhjes së fakteve në të mirë të shqiptarisë. Dhe jam i bindur që ne kemi një lidhje shpirtërore, gjenetike, biologjike, për shembull, nëse merr Hefesi me Plisën kokë, merr dhe një masor sot, nuk ka asnjë ndryshim. Në fytyrë, në hund, në vesh, në plisë, në kokë, kaçurela, në mjekër, nuk ka asnjë ndryshim. Nëse merret një tusk, te kam parë para 30 vjetë, 20 vjetë. Një tusk që merret në strukturat e tuske, edhe nuk gjen dot një italian ai në strukturën ta krahasoj me një italian sot. Vjen në Shqipëri dhe e gjen Etuskun ose marsorin shqiptar e gjen si Etusku 1300 vjet para e son, pra i bie 3000 vjet para. Kur krahasohet, kemi këtë moderatorën këto, si janë ato motrat vjollca, motra një nga Marina. Merë Marinën me Plisi, gose dashur, merë Marinën me Plis, merë dhe Elenët, apo Atinën me Plis, e të qovë është po për në ndryshim ti, unë i kam mbledhur do, po për në ndryshim, merë tjetër, merë aktorin ndjes pas të matë, që flet feri, me Plis të kokë, merë këta aktor. Merë dhe një hero të Trojës, po tjetër në ndryshim, morë me Kaçurela, morë Kapti Gjerë, Nopull Gjerë, me Plisin në kohë, me Plisin ai, po tjetër edhe këto janë fakte të pamohueshme që gjithë heronjtë e Trojës, gjithë Helenët e vjetër, pa u bërë Helenë që i vunë shelmin kulturës së mëparshme, gjitha nga ajo që janë dëbuar nga Helenët, këta erdhën gjithë në Drinë, në Veri, në Tropoj, në Marsi, edhe ruajtën si Kreta me gjubleta që e mbante Kretani 2000 vjet para son. Si që e mban Kelmendi gjubletën, është një soj. E njëjta gjublet, e njëjti është Plisi pra, e njëjta është Çiftelia. Si ata që vinin Çiftelisë kohën e Greqisë lashtë e minë, pa është kohë e kulturës Pelazgjet. Sepse para se të ishte Greqi e lashtë, vitet 500, 400, 300 para e son, ishin Pelazg.